Kjo është rruga kryesore që trajtojmë ku jemi, të çon çerm sektor. Njësia administrative Tërbuk, Bashkia Divjak. Urdhëro plerat ku ja lënë der, se unë nuk konstatoj kosha, por nëse nuk konstatoj kosha, për të them dhe shiko, po afrohemi këtu. Po afrohemi ajo që kemi denoncuar shumë herë, se si vin nga lagjet fekalet. WC, uturak, ton, plerë, birë, çfarë s'ka, urdhëro atje, breshkas në nxirr, si dali kullojnë mutrat, e gjithë fekalet, e gjithë çerm sektori. Shikoj na, njëra nuk di ta them, po. E pat se ç'a del këtu, se ç'a rri këtu. E pat mirë. Do t'tregojmë dhe anën tjetër. Një pa pastruar pa gjë, po ja do t'tregojmë dhe lagjen më poshtë. Por, shiko, goma, plera, fekale, qelbësira, kutërbim, gjithë. Pasaporta europiane duke filluar nga kryetari i Bashkisë Divjakës deri te delegumët, te delesumët e çaj kanë gjithë për të lënë këtë drejtje. Nuk e di çfarë doni ju për të thënë ato taksat se ku shkojnë. Kam qenë para 11 maj, që në prillin e kaluar, kam një vit që kam denoncuar, urdhëroj gjendjesh akoma dhe më keq nga çka. Tani do t'tregoj dramën që kam treguar edhe më herët gjatë fushatës elektorale. Ktu jemi te kanali që rrethon dhe ku tërbon të gjithë çerm sektorit. Ktu derdhen gjithë fekalet, gjithë halet e çerm sektorit. Urdhëro si është situata. Më thënë, nuk po e tregoj erën, se këtu është zënë, po frymë nuk ka shans. Në shtëpitë e banimit ku i kemi, shiko hajde pa këtu, shiko që kalon këtu. Shikoni o njerëz. Shikoni Europë, do hym kështu në Europë ne? Ku do vëm kështu në Europë? Ktu është hale më. Halet ne kemi ndër shtëpisë. Shumë dhe të tjetër më ata, këtu i kemi ndër shtëpisë. Vazhdon haleja gjithë fshat. Shiko, nuk rrihet këtu. Nuk e di se si rrit të banor, se si mullet, po këtu është, më thënë, a ka Ministri Shëndetësie, a ka higjiena, a ka dreq, a bira, çat ju them unë ju, për mund mirë se si është, këtu ka familje. Këtu ja kam thënë derdhen gjithë mbeturinat, gjithë fekalet, gjithë halet, e gjithë fshatet. Urdhëro se ke situatin, pa pastruar, pa kallamat, me kallamat gjithë. Këtu ka familje. Dhe këtu nuk e di si jetojnë, si mundet. I linin këtë fardërgje, këta paguajnë gjitha për taksat e juve. Këta do hynë në Europë njësoj si ju, që rrinin blok, këta do hynë në Europë. A hynë do të në Europë me të lloj gjendje? Me të lloj skandali? Nuk hynë do të.